Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj promovimit të Florencë Dokos si kandidat kryesor i Partisë Socialiste për drejtimin e Cerrikut në zgjedhjet e 9 nëntorit. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja për antikorrupsionin në Partinë Demokratike Genta Vangeli ka akuzuar Dokën dhe strukturat drejtuese të Bashkisë Cerrik për përfitime të palishme dhe konflikt interesi. Sipas Vangelit, kompania në pronësi të Florencë Dokos ka përfituar fonde publike nga Bashkia e Cerrikut. Kjo kur Doka mbante dhe postin e sekretarit përgjithshëm të kësaj bashkie. Familjar në pronësi të Florencë Doka, i cili mbante njëkohësisht edhe detyrën e sekretarit të përgjithshëm pranë kësaj bashkie, ka përfituar fonde publike nga e njëjta bashki. Konkretisht, kompania Melius SHPK e regjistruar në vitin 2022, sipas pending data, është kontraktuar nga Bashkia Cerrik për blerje pajisjesh dhe orendish, organizim evente sociale si dhe blerje shërbimesh apo mallrash të tjera. Në vijim, Partia Demokratike thekson se në dhjetor 2023 kompania në pronësi të Dokos u shpall fituese e një ankandi për përdorimin e një fondi pyjor në zonën e Mollas për një sipërfaqe prej 5 hektarësh me një kontratë simbolike prej vetëm 600 euro në vit. Ky është pra në thelb vizioni i shpallur për zhvillimin e Bashkisë Cerrik sipas Partisë Socialiste, përfitime private në emër të zhvillimit publik. Partia Demokratike bën thirrje qytetarëve të Cerrikut që të reflektojnë përpara ditës së votimeve dhe të mos lejojnë që drejtimi i qytetit të kalojë në duart e atyre që sipas saj shfrytëzojnë pozicionin publik për interesa private.